Nga Big Brother në përrallën e jetës, historia e Kiara Titos dhe Luis Eilit. A mund të lindë dashuria e vërtet në dritat e qindra kamerave? Kur të gjithë menduan se ishte thjesht një lojë, Kiara Tito dhe Luis Eili vërtetuan të kundërtën. Kjo nuk është thjesht një histori televizive, është përralla moderne që mbërtheu një kombë të tërë. Gjithçka nisi me këmbënguljen e pandalshme të Luisit dhe rezervat e Kiarës. Kush mund ta harrojë serenatën në dritaren e shtëpisë apo dedikimin me ty? Mes debatesh, lotësh dhe xhelozive, ata krijuan një kështjell që asnjë nominim nuk e rrëzoi dot. Nga skeptikët të fansat e zjarrt, të gjithë u dorëzuan para shikimit të tyre. Por surpriza më e bukur erdhi jashtë atyre mureve. Një dasmë madhështore që kurorëzoi rrugëtimin e tyre dhe, më pas, bekimi më i madh, ardhja në jetë e vogëlushës së tyre, Luna Mari. Nga dy konkurrentë në një shtëpi, sot ata janë portreti i një familjeje që frymëzon mira ndjekës.